Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, miratuam disa amendime në lidhje me VKM 182 që lidhet me elementet e sigurisë të pullave fiskale. Propozimet që ne sjellim janë disa risi në fakt, sepse pullat e reja që do të hidhen në qarkullim kanë dy element. Së pari rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke I dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori I fundit. Nga ana tjetër, një risi tjetër e pullave të reja fiskale do të jetë dhe barkodi që do të vendosim në këto pulla fiskale, ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni, do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Siç e dini, këto pulla fiskale tashmë prej më shumë se sa një viti prodhohen nga kompania shtetërore Alp Trace SHA, prodhohen me një kosto që është 20% më lirë se sa prodhoheshin nga koncesionari më parshëm. Pra ndryshimet që ne po propozojmë janë propozime të cilat janë në linjë me parafrimin e standardeve të Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër pa diskutim na përmirësojnë cilësinë e administrimit fiskal, por edhe rrisin standardet e sigurisë ushqimore.